Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar shikues, assalamu alaikum wa rahmatullah. Padyshim se njeriu në jetën e kësaj bote ka nevojë për të besuar në Zotin e Madhnuar. Besimi në Allahun xhallahu ala është kërkesë e domosdoshme e natyrshme e çdo njeriu. Dhe kjo kërkesë nuk mund të kompenzohet, as nuk mund të zëvendësohet me asnjë kërkesë tjetër. Në anë tjetër njeriu në kërkim të besimit ka qenë gjithmonë. Dhe gjitha të dhënat historike nga e kaluara njeriu që nga fillimi deri më tani tregojnë se njeriu gjithmonë e ka rezervuar një hapësirë të posaçme në jetën e tij për besimin. A ka qenë ky besim në rregull apo nuk ka qenë në rregull? A është manifestuar përmes idhujtarisë apo monoteizmit? Kjo është çështje tjetër pastaj. Por ka treguar gjithmonë kjo se njeriu ka nevojë për të besuar në Zotin që ai ka menuar se është Zoti i tij. Por të nderuar shikues, Zoti nuk mund të jetë gjithkushi. Nuk mund të jetë gjithçka Zoti. Zoti duhet të plotësojë disa kërkesa, disa standarde të caktuara, kritere që të jetë Zoti i mënduar. Dhe në kuadër të kësaj, ne muslimanët ndihemi shumë komod dhe shumë rahat. Ne kemi besuar në Allahun e përkryer, në Allahun, në Zotin i cili është me të vërtetë me gjitha standardet që mund t'i përdorim, Zot i duhur dhe i vërtetë. Nuk e kap kotja e asgjumi. Nuk është i lindur, nuk e ka lindur askush, nuk kemi Zot me tipare njerëzore, nuk han, nuk pin, nuk kemi Zot që harron e gabon, nuk kemi Zot që flan, nuk kemi Zot të dobët, nuk kemi Zot që e mund dikush tjetër, nuk kemi Zot që çan apo që qesh, e kështu me radhë të ndruar shikues, nga ato që njerëzit e bëjnë. Një Zot i cili, domethënë, i ngjan njeriut. Jo, lejse kemi thlihi shej. Nuk është i ngjashëm me të askush. E kur Allahu te barekallahu të ndëruar shikues, ka mohuar se nuk është i ngjashëm me të askush, se është i veçantë, andaj duhet të besuar se Allah ka thonë, lejse kemi thlihi shej, wa huwa as-sami'ul basir. Nuk është i ngjashëm me të askush, nga sa ai është as-sami'. Ai është që dëgjon gjithçka. Dhe al-basir është ai që sheh gjithçka. Në kuadër të kësaj duhet kuptuar se përmendja e emrit të Allahut es-Sami' pas mohimit që Allahu t'i ngjan dikujt është kogja domethënëse. Prandaj sot do të jemi në takim me emrin Allahut es-Sami'. Çka do të es-Sami'? Es-Sami' është ai që dëgjon çdo zë, kupton çdo zë dhe dëgjon dhe i përgjigj çdo lutje. Gjitha këto e kanë kuptimet e emrit, gjitha këto kuptime realisht përmbledhen tek emri Allahut es-Sami'. Andaj të ndërrosh shikues, Zoti që nuk nin, keqka flitet, nuk mund të jetë Zot. Ai që ka nevojë për t'i përcjell lajmet, e jo që vetë i dëgjon, është i varur nga ata që e informojnë. Dhe jo rreth informator mund të jenë të papërgjithshëm. Informator mund të jenë për shembull të dëmshëm, me shpërcjellje informata të pakompletuara, të mangëta, ndoshta edhe të shpifura dhe të ndërtuara mbi akuza. Dhe njeriu me autoritet, me pushtet mund të merr masa caktuar, vendime të caktuara mbi bazën e informatave të gabuara. Meq ai se ka dëgjuar vet atë çfarë ka thënë filoni ose tjetri, se ka pa që ka ndodhur. E Allahu xhallahu nuk ka shtot, prandaj është Zoti i gjithësisë. Ai s'ka nevojë për të informuar askush. Ai s'ka nevojë për të përcjell askush injizimin askujt, ka se Allahu dëgjon çdo fjalë që thuhet. Nuk ka nevojë për përkthyes, nga sa ai është krijuesi i gjuhëve të ndryshme shikues. Ai kupton çdo gjuhë. Dhe ai e dëgjon çdo klithmë, çdo thirrje, ai e dëgjon. Nuk i përzihen gjuhët, nuk i përzihen tingujt, nuk i përzihen kërkesat. Veç mundon menu, është e mundshme. Po e mundshme është, prandaj është Zoti i gjithësisë. Për neve s'është e mundshme. Si njerëz, prandaj jemi krijesa të dobta që kemi nevojë për Allahun te bareku te ala. Dhe këtë ashton, veç kënjohje për Zotin xhallahu ala, sot ashton dashnin për Allahun, sot ashton kënaqërinë për këtë Zot që ke besuar te. Sot ashton madhërimin për Allahun xhallahu ala që dëgjon gjithçka. Çdo gjuhë njeh Allahu azza wa jall. Dhe çdo lutje dëgjon Allahu te bareku te ala. E pastaj ai e din
kujt i përgjigjet, kur i përgjigjet, me çfarë i përgjigjet, sikur që kemi përmendur disa herë në trajtimin e disa emrave në të kaluarën. E para që duhet të reagojmë karshi kësaj të ndërshikues është bindja. Ne kështu besojmë se Allahu dëgjon çdo zë, Allahu dëgjon çdo gjë, çdo përshpëritje, madje ato të brendshme të shpirteve tonë, Allahu xhallahu i dëgjon. Një grua ka ardhur tek Muhamedi asëm natën për t'u ankuar për një çështje që i ka dhënë me burrin e saj. Dhe Aisha radiallahu anha thot se nuk e kam dëgjuar çfarë ajo grua i tha pejgamberit alayhis salam. Meq Aisha ishte afër. Dhoma pejgamberit sa ku ishte Aisha ishte e vogël. Por mendoni, kur pejgamberi falin këtë dhomë dhe Aisha ishte e shtrirë. Kur vinte ku amera në sejdë pejgamberi alayhis salam, prakte këmbë të Aishës, mbledhi këmbën që të binë sejdë. Kaq e vogël dhoma. Dhe në këtë dhomë ajo grua i përshpëriti pejgamberit sa një problem. Aisha të vallahi se kam dëgjuar çfarë tha. Dhe ende pa përfunduar mirë situata, Allahu zbriti ajetin duke thënë: "Laqad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha." Allahu e ka dëgjuar atë diskutimin e asaj gruaje që e pat me ty dhe ankesën që e pat për burrin e saj. Allah e ka dëgjuar. Aisha se ka dëgjuar. E Allahu xhallahu dëgjon është afër me dëgjimin e tij. Edhe pse është në lartësi me qenin e tij. Allahu dëgjon. Nuk i duhet Allahu të marrë askush për t'i treguar se çfarë po ndodh. Ne besojmë se Allahu dëgjon në mënyrën që Allahu i takon. Nuk i duhen shqisat sikurse neve. Ai dëgjon në mënyrën që ai e din më së miri për veten e tij. Po ne Allahut ja pohojmë dëgjimin në mënyrën që Allahut i takon. Ai dëgjon çdo zë. Ai dëgjon çdo klithm, ai dëgjon çdo fjalë, ai dëgjon çdo muhabet, ai dëgjon çdo përshpëritje. Gjithçka ai dëgjon. Çdo gjuhë e kupton. Ne gjithë këtu jemi të bindur. Reagimi tjetër është dashnia për Allahun dhe madhrimi i Allahut azza wa jall. Kur dim se çfarë Zoti qenë kë. Reagimi tjetër është kujdesi për fjalët tona, me që ai dëgjon çdo fjalë. Dhe për çdo fjalë që e ka dëgjuar prej neve, na merr në llogari nesër dhe do të japim llogari. Kujdesu për fjalët tua. Kujdesu. Dhe të kemi një lloj turpi karshi Allahu xhallahu ala me që Allahu na dëgjon. Sa rimi në takime të caktuara të ngushta e themi, mos tani në filoni. E për ta jenë duke fol. Çka ka lidhje aty në filoni? Ai që duhet realisht me të eduku se si me fol, me të pengu që keq mos me fol, nuk është atë një filoni, apo të regjistron filoni, po duhet jetë amnin Allahu xhallahu ala. Po, ai dëgjon. A e kupton edhe gjuhën që flasun? Po e kupton dhe e dëgjon. Atëherë, emri Allahut es-Sami duhet të mbjellë në zemrën tonë edhe bindjen, edhe besimin, edhe kënaqërinë, edhe dashninë për Allahun xhallahu ala, por edhe kujdesin për fjalët tona. Fatkeqësisht të ndruar shikuar sot, vallahi përgojimi është bërë problem. Përgojimi është të flasësh për dikën në mos prezencë, për atë që ai s'ka qef ti të flasësh. Pse ja përdor mohabetin njerit? Pse ja përop metën? Pse flet për këtë kështu me radhë? Që këtu Allahu nuk i don, dhe ai dëgjon. Ne e dim që Allahu po na dëgjon këtë moment. Atë çka po dëgjon për neve? Apo dëgjon Allahu fjalë të mira? Apo e dëgjon Allahu duke përmend Allahun, duke madhnu Allahun, duke lexuar fjalën e Allahu xhallahu ala? Duke këshilluar dikën, duke fol mirë për dikën, apo po dëgjon të kundërtën? Çka po dëgjon Allahu për te? Çka po dëgjon Allah nga shtëpia tona? Çka po del nga shtëpia tona? Nga mjetet e shumta që i kemi të mediave, qoftë televizive, qoftë internetit kështu më radhë. Çka po del, çfarë zëri del nga shtëpia tona? Apo dëgjohet në shtëpia tona Kur'ani, ligjërata, fjala e Allahut, shkenca, dija, a kjo është në shtëpia tona që dëgjohet? A dëgjohet në shtëpia tona fjalë përgdhelse, fjalë të mira mes bashkëshortëve, fjalë të mira mes prindërve dhe fëmijëve, fjalë të mira e qeta e turta të fëmijëve kështu prindërve? Çka dëgjon Allahu në shtëpia tona? Apo dëgjon fyrje?
apo dëgjon arrogancë, dhunë, nënçmim të bashortit ka shi bashortës, të gruas ka shi burrit të saj, nënçmim e përbuzje të prindve ka shi fëmijëve, çka Allahu dëgjon? A dëgjon Kur'an nga shtëpia tona? Apo dëgjon zëra të lartë të muzikës me përmbajtje degeneruese, shfrenuese, të pamoralshme? Çka dëgjon Allahu nga zemrat, nga gjuhët, nga shtëpitë tona? Pyetja e madhe në shikues. Mjafton kjo që të përmirëson gjendjen tonë përmes emrit të Allahut Es-Semia. E shumë kuptime tjera që realisht dalin nga emri i Allahut Es-Semia. Andaj, e lutim Allahun me emrin e tij Es-Semia, që Allahu xhallahu ala të mbjellë në zemrat tona, në bazë të bindjes tonë, në bazë të njohurisë tonë, në këtë emër të mbjellë Allah në zemrat tona dashnin për Zotin, besimin e Te, kujdesin për fjalët tona. Allah na mundsoj që edhe dëgjimi jonë të jetë në përputhje me atë që është Allah i kënaqur. Mos të dëgjojmë asnjëherë, mos të pranojmë të dëgjojmë o Allah asnjëherë, po të lutemi, mos të dëgjojmë atë që Ti nuk i kënaqur. Gjithçka që është ndaluar, që Ti nuk e don, mundsoj që veshët tona të jenë të shurdhur kashi asaj që Ti nuk e don. E të jenë të hapur o Zot veshët tonë kashi asaj që Ti e don. Ta dëgjojmë fjalën Tënde, ta dëgjojmë këshillën Tënde, ta dëgjojmë porosinë Tënde, ta dëgjojmë fjalë të mira e tërë atë që Ti i kënaqur. O Allah na mundsoj që të edukohemi si duhet me frymën dhe bazën e kuptimit të duhur të emrit Tënd Es-Semia, duke përmirësuar kështu tërë atë që ka të bëjë me të folrit ton, komunikimin ton, ndajat tona dhe dëgjimin ton. E shumë tjera të ndërruar shikues përmes emrit të Allahut Es-Semia. Ai dëgjon gjithçka. Kujdes për fjalët, kujdes për ndajat, në veçanti kujdes në shtëpia tona se çka Allahu po dëgjon nga shtëpia tona. Selamu alaikum, Zoti ju ruaj.